Në majat e thepisura, ku era flet në heshtje, dhe pyjet shtrihen pa fund. Jeton një nga krijesat më të fuqishme të natyrës. Ariu i Mali, një sundimtar i heshtur, i fortë dhe i pamëshirshëm kur është e nevojshme. Në këtë botë të egër, mbijetesa nuk është zgjedhje, është ligj. Ariu i Malit jeton në zona të thella malore, larg njerëzve, aty ku natyra mbetet e paprekur. Pyjet e dendura, shpatet e pjerta dhe lumenjt e ftohtë janë shtëpia e tij. Çdo ariu ka territorin e vet, një hapësirë që e mbron dhe e shënon përmes erës dhe gjurmëve. Ariu i Murm është një nga grabitqarët më të fortë në tokë. Me një nuhatje të jashtëzakonshme, ai mund të ndiejë ushimin kilometra larg. Putrat e fuqishme, thonjt e mprehtë dhe muskujt e zhvilluar e bëjnë atë një forcë të vërtetë të natyrës. Por pavarësisht fuqisë, ai shmang konfliktin kur është e mundur, sepse në natyrë, energjia është jetë. Ariu i Malit është gjithçka ngrënës. Ai ushqehet me fruta, rrënjë, insekte dhe në raste të caktuara, edhe me mish. Në lumenjt malor, ai ka peshq me një saktësi të pabesueshme. Një moment i pastër instinkti, ku çdo lëvizje ka rëndësi. Por pas kësaj force të madhe, fshihet një lidhje e thellë. Ariu nën është jashtëzakonisht i përkushtuar ndaj këlyshëve. Ajo i mbron me çdo kusht. I mëson si të gjejnë ushqim, si të shmangin rreziqet, dhe si të mbijetojnë në këtë botë të ashpër. Për këlyshët, ajo është gjithçka. Kur bora mbulon malet dhe ushqimi bëhet i rrallë, ariu hyn në një fazë të veçantë. Letargjin. Në këtë gjendje, trupi i tij ngadalson çdo proces. Ai jeton nga rezervat që ka grumbulluar gjatë verës. Një strategji e jashtëzakonshme mbijetese, e ndërtuar nga natyra. Por sot, jeta e Ariut të Malit nuk është më e njëjtë. Pyjet po zvogëlohen, territoret po ndahen, dhe njerëzit po afrohen gjithnjë e më shumë. Konfliktet janë në rritje, dhe balanca e natyrës është në rrezik.
Ariu i malit nuk është vetëm një grabitqar. Ai është një pjesë e rëndësishme e ekosistemit, një simbol i forcës dhe i ekuilibrit natyror. Nëse ai zhduket, një pjesë e natyrës zhduket me të. Dhe ndoshta, ruajtja e tij është një mënyrë për të ruajtur vetë botën tonë. Sepse në fund, natyra nuk ka nevojë për ne, por ne kemi nevojë për të. Ariu i malit nuk flet, por komunikon në mënyra të jashtëzakonshme. Gjuha e tij është ndërtuar mbi aromë, lëvizje dhe shenja fizike. Ai përdor nuhatjen për të lexuar territorin, duke ndjer aromat e arinjve të tjerë, duke kuptuar kush ka kaluar dhe kur. Shpesh, ariu lë shenja në pemë duke i gërvishtur me thonjë ose duke u fërkuar mbi to. Këto nuk janë thjesht gjurmë, por mesazhe. Një mënyrë për të thënë, ky është territori im. Gjithashtu, pozicionet e trupit tregojnë shumë. Një ariu që ngrihet në këmbë nuk është gjithmonë agresiv, shpesh ai thjesht po përpiqet të kuptojë më mirë rrethin. Në botën e tij, komunikimi nuk ka nevojë për zë.